E dini ju kush është Altin Dumani? E dini. Patjetër që e dini. Një prokuror me integritet, me kurajo edhe profesionalizëm, i cili drejton një strukturë që ka një mbështetje të madhe, sepse është një strukturë që me të gjithë metat që mund të ketë, se si jemi këtu për të diskutuar këto, po përpiqet të vendosi barazim para ligjit. Si po e bën me shpatën që i dorëzuam ne. Tani, argumenti është shumë i thjeshtë. Altin Dumani nuk është 20 vjeç. Nuk e di eksakt sa është, po prej shumë vitesh është prokuror. Ka qenë shumë kohë përpara prokuror. Ja kishte dëgjuar njëri emrin, jo. Unë vetë nuk e dija që ekzistonte një Altin Dumani. Ishte thirrur ndonjëherë ky njeri me integritet, ky njeri kurajos, ky prokuror profesionist, ndonjë politikan, thjesht për ta pyetur, e lëre më pastaj për ta çuar në gjykat. Asnjëherë. Pse? Sepse Altin Dumani dhe të gjithë prokurorët dhe gjykatësit e ndershëm ishin njerëz të çarmatosur. Nuk ishin ç'bënin fare. Sepse ata që sot na janë qepur mbrapa, se nuk janë përballë nesh ata. Ata janë shumë mbrapa nesh. Këneta me kuat dhe që duan të na parakalojnë duke i treguar popullit pralla që nuk i ha më njeri, ata jo shumë vite më parë pristin ditën për diell. Dhe kanë vrarë jo një herë, kanë vrarë disa herë, jo në të njëjtën kohë, po në kohë të ndryshme. Derisa arritën vranë 9 dritarët e kryeministrisë. E imagjinoni ju që sot të vriteshin protestues poshtë dritarës kryeministrisë, Altin Dumani të çonte letrën për të thirrur 3 drejtues policie për t'i marrë në pyetje, unë të përdorja policinë për t'i mbrojtur ata dhe të dilja në televizor dhe të thoja popullit, si që i tha bufi i Knetës, prokurore e përgjithshme është një lavire bulevardi. E parafytyroni dot ju këtë? Po pse nuk e parafytyroni dot?